Çështja është pse u ndryshua aksi rrugës, se duhet të ketë një arsye që në analizën time është një projekt i miratuar në vitin 2010, i projektuar nga ARSH, i financuar nga taksapaguesët shqiptar, do një arsye shumë të madh që ti ta ndryshosh. Kush ishte arsyeja? Arsyeja vetëm ishte ndryshuar gjurmën për të pesëfishuar vlerën e projektit. Sepse nuk jam bind se shkresa që ka sjellë drejtori ARSH-s, ku thot ne po ndryshojmë rrugën sepse ka shumë ura, ka gërmime dhe mbushje shumë, po ndërkohë vlera nga 1 milion euro kilometri shkon në 5 milion. Ti e ndryshon që të ulësh vlerën e projektit. Po jo, ne po eliminojmë urat dhe në fund fare po pesëfishojmë vlerën e projektit. E vetmja mënyrë për të pesëfishuar vlerën e projektit është të bëjmë një rrugë tërësisht të re, e cila në qafën e qarit në segment të kuq është vërtet teren i vështirë, po nga i gjithë segmenti me ngjyrë të verdhë është një teren kodrinor i lehtë që ishte pa justifikueshme të bësh një rrugë paralele me gjurmën e vjetër. Se janë të dyja po të shikosh me sy të lirë, përveç se kthesave të vogla mund të eliminoje dhe e linje ke gjurmë e vjetër, e para nuk do shkatërroje tokat e ndara me ligjin 7051, i shkatërroi ligji 7051 që i ndau ripa, i futet edhe ti një të ndarë tjetër dhe i shkatron se ata si do vend punojnë. 500 metra do punojnë me traktor nga një ramë, 500 metra. E shkatron njerë në këtë pjesë, plus që bën një rrugë tjetër paralele të pa justifikueshme. Se nuk justifikohet, është. Dhe elementi tjetër, ne në gjuhën teknike e përdorim. Sot për të hyrë në shtëpi, hyrë nga dera kryesore në korridor, pastaj ndahesh në sallonës. E kundërta ka ndodhur. Nëse projekti i parë kishte parashikuar kështu, tani ti hyn në unazën e qytetit Ersekës dhe pastaj do shkosh për të shkuar në hyrje të qytetit Ersekës. Rrugën nuk e kanë çuar në hyrje të qytetit. Po, e kam parasysh tani do futesh në Ersek? Do futesh në unazë një dhe pastaj do kthehesh majtas për të futur në hyrje. Ku ti thua unazën e Ersek Rehovës, rrugës së Rehovës? Jo, unaza e vogël e qytetit, ajo me ngjyrë blu që duket në fund fare. Futesh. Ti syn në hyrje, ti do hysh në mes të qytetit, pastaj do shkon te agjencia. Ke agjencia do kthesh majtas për të shkuar atje. Domethënë do hysh nga banja për të shkuar në sallon. Se unë i njoh nga që dua fort Do hysh nga banja për të shkuar në sallon. Kjo është zgjidhja në terma teknik. Dhe mezi po e prisja këtë rrugë, që është e vërteta, sepse mendoja që rruga do jap mundësi atij vendi ta njohin të gjithë çfarë mrekullia. Të gjithë me zore kemi pritur këtë rrugë, nuk kemi kundra rrugëve. Normalisht jam inxhinier, projektor rrugësh, nuk jam kundra rrugëve, po një rrugë që sjell pasoja të mëdha dhe pasojat tu nuk janë për 5 vjet. Kjo rrugë do 100 vjet që ndryshoj prapë. Nuk ndryshon më. U bë tani. Kjo u bë. Tani të mendojmë. Atëherë, rruga u bë. Ju pse e bët këtë? Se rruga mbaroi, u bë fakt tani. Po, ja ta sqaroj këtë pjesë. Unë këtë e kam bërë në kohën që sa po kishte filluar se s'kishte filluar rruga. Kuptoj. Me gjithmonë, jo me pretendimin për të futur njerëz zburt, se nuk është ky qëllimi im. Por ishte pretendimi për të frenuar këtë maskarat që po ndodh. Shkuat në fillim, takuat njerëz dhe i thatë që është diçka që... E kam telefonuar paraprakisht kryetarin e bashkisë, ku i kam kërkuar të triqej nga të studioj... Kryetarin aktual. Kryetarit aktual. Të studioj njerë, të pyesin inxhinierët e zonës. Më ka sfiduar duke më thënë nëse ti mendon që është pa rregull, drejtohu spakut. Ta ka kërkuar vetë? Më ka sfiduar vetë. Nuk e kishte më sfiduar. Po ju megjithatë nuk e keni denoncuar atë, nuk keni folur për Nuk e kam denoncuar se nuk kam besuar që një kryetar bashkie, një bashkie si Kolonja, Tropoja, Tepelena, mund të jetë në gjendje të ketë kapacitete dhe burime njerëzore për të bërë një projekt rruge. Kështu që mendua që ai s'ka lidhje me rrugën. Që ai s'ka lidhje me rrugën. Po atëherë kur dolën tani përgjigjet e tij që ai është pas lidhje me rrugën. Pse ai s'ka lidhje me rrugën? Ai e ka marrë projektin nga jashtë, nga një projektues, e ka futur në Këshillin Bashkiak, e ka miratuar në Këshillin Bashkiak dhe e ka nxjerr, e ka drejtuar ARSH-s sikur është ai artuesi dhe projektuesi i rrugës. Por me time nxorën që projekti është bërë nga një kompani private dhe në disa shkresa më kanë thënë që ka qenë dhurat nga kompania private, se u doli në modë në ato kohë që bëshin projekte dhurat për të marrë zbatimin. Dhe në këtë rast të me thënë, pra, erioni saj është pa lidhje me situatën. Sipas me është pa lidhje. Hetimet kanë nxjerrë që ai është futur vetë, ka pasur dëshirë të madhe për të bërë pjesë e diskutimeve. Një person që për mua është shumë i rëndësishëm është investitori i rrugës, që është drejtori i ARSH-s. Drejtori i ARSH-s, po. Drejtori i ARSH është investitori i rrugës i cili investon. Jo çdo projekt që shkon në ARSH financohet. Zoti Verdha. Zoti Verdha.
Jo, edhe këtë e kam takuar paraprakisht, para se të bëj shkresat, i kam takuar, i kam kërkuar. Ju i njihni që i takonit apo si afroheshet? Ju dal borxhit moralisht. Ju dal borxhit dhe duke qenë se edhe Ergyll Zerdo ka qenë dhe djali i profesorit të Fakultetit të Ndërtimit, ja kam kërkuar dhe i kam thënë mos të turpro babain se kjo është një turp i madh që do dalë në të ardhmen dhe turp do jetë. Aty kuptova që ishte një fuqi tjetër mbi Verdën që e kishte detyruar për të, sepse tha ajo rrugë do bëhet. Pavarësisht se unë i kërkova të anullonte tenderin, se tenderi ishte parasaktuar. Unë i shkova Ergyll Zerdos me emrin e kompanisë e cila do fitonte tenderin mbas një jave. Kur unë të A ju i tha do fitoj ky, ndërkohë që mos bëj tender, pra ai vazhdoi bëri tenderin. Të njëjtën gjë ja bëra edhe autoritetit të programimit publik, e cila më ktheu një përgjigje, më tha, ligji nuk na detyron ta ndalojmë. Por mbasi të bëhet tenderit, ju mund të kërkoni një hetim nga ana jonë. E kërkova dhe ka dalë një vendim, nuk e keni ju aty, ka dalë një vendim në vitin 2021 ku janë dënuar 6 punonjës ARSH-s për rreth 30 shkelje në lidhje me këtë projekt. Kjo domethënë i kam takuar moralisht për t'u dalë. Po, zonjë Balluku, pse keni çuar në shpakjo? Ministra e Infrastrukturës dhe Energjisë. Tani, ministri dhe drejtori i ARSH-s është financues i çdo vepre. Sado që të vi dhuratë nga një kompani, sado që të vi nga një bashki, ti minimumi do bësh minimumin për të kontrolluar nëse ky projekt është i qëndrueshëm në terren apo jo. Se mund të jetë një projekt që nesër mund të sjellë pasojë të mëdha, siç ndodhi, dhe siç mendoj që do ndodhi prapë, sepse ajo është një rrugë e paqëndrueshme. A pse ju nuk besoni kjo rrugë? Ajo rrugë do shëmbet. Jo, ajo rrugë për shkak të mënyrës se si është projektuar, ajo mund të ketë probleme të ardhmen. Dhe një nga problemet është në dimër, në çdo dimër që nga momenti që shap rruga, ajo rrugë është mbyllur sa herë bie borë. Se një rrugë që nuk e kap dielli, nuk shkrihet bora, dhe po të shkriu bora, ajo mbyllet. Të gjithë pak më tutje do shkrinte bora, pak më tutje do shkrinte, se tani ka sa afër është, pak më tutje binte dielli? Po ja pra binte dielli, sepse ajo vjen, domethënë ulet dhe ngrihet prapë dhe krijohet një formë grope aty që nuk shkrin bora dhe ajo bëhet e rrezikshme. Çdo rrugë, asnjë metër katror nuk duhet të rri pa u kapur nga dielli, sepse një ngritje e vogël bëhet problem për aksident. Dhe këto gjëra i shikojnë projektuesët. Dhe për këtë arsye unë kam ngula që një projekt fiktiv nuk mund të zbatohet, sidomos në terren të vështirë si qafa e Qalit. Ndërkohë që tani rruga është fakti kryer. Rruga është fakti kryer, gjithsesi përsëri ka mënyra për ta lehtësuar ose për ta zvogëluar sa më shumë atë gabim. Si? Të ripunosh përsëri atë? Minimumi ARSH-ja ka detyrim sa më shpejt mundësisht dje të asfaltojë gjurmën e vjetër. Të ripunoj edhe gjurma e vjetër? Mbi atë shtresë të bëj asfalt të ri. Të eth asfalt, siç ka ndodhur nga Erseka në drejtim të Leskovikut, që është bërë një rrugë gjurmë e vjetër ka qenë. Nuk u bë rrugë e re. Mbi gjurmën e vjetër bëri një asfalt total të rrugës. E ka detyrim të bëj asfaltimin e rrugës dhe pastaj le të vendosin vetë publiku se nga do kaloj. Unë jam i sigurt që do kaloj nga gjurmë e vjetër sepse e din që është më e sigurt. Jo, përveç asaj, çdo turistët tani kalojnë nga gjurmë e vjetër. Turistët nuk vinë të shikojnë rrugën, se rrugët i kanë më të mira nga ne. Ata vinë të shikojnë bukuritë natyrore të zonës. Dhe ajo është në gjurmë, pavarësisht gjurmë me kthesa, ka një bukuri, se ka pemë, ka natën kur kalon ka edhe kafshë të egra dhe buta që kalojnë, më është e këndshme udhtimi në gjurmë. ARSH-ja ka detyrim. Banorët kalojnë mundësisht dje. Të asfaltoj, pasaj, bazë 5 vjetësh, bazë 10 vjetësh, mund të bëj lëvizje dhe të rregulloj segmentet të vogla. Dhe të lërë të dy gjurmët, se tani s'ke çfarë i bën. Në momentin që është shëmb, një kolegu im më hodhi një mendim, le të mos restaurohet me ajo që është shëmb, dhe letëri si një praktik për gjithë studentët e inxhinierisë dhe arkitekturës që të vinë ta shikojnë një projekt i gabuar ku të çon. Ndërkohë që aty u punuan një rrugë historike. Ndërkohë aty u punuan mbi të gabuarin. Nuk u hoq dorë, domethënë. Nuk u hoq dorë, vazhdon përsëri ajo. Edhe ka edhe diçka. Ju e bët në 2020, praktikisht kanë kaluar 5 vjet. 5 vjet të cilët janë shumë. Rruga u bë, se çfarë rëndësie ka për njerëzit
Mbas sa vitesh, nëse aty ndodh diçka ose nëse rruga ka probleme, askush do mendoj, po të paktën Erioni Saj u fut në burg, se ç'i bëhet vonë njerëzve për Erioni Saj? Po pak rëndësi ka ynë apo sulm. Pra, jo. Fjala që bie, nuk ka rëndësi personi, njeriu, nuk ka rëndësi, ai denoncohet dhe spaku më në fund i gjen komunikimet. Ky është edhe qëllimi i kallëzimit, që ata të frenonin punimet, domethënë të frenonin punimet pa leje mjedisore, duke prerë pemë pa leje mjedisore, sepse ato janë të gjitha provat të frenonin punimet pa lejen e ndërtimit, se leja e ndërtimit është në 3 muaj mbas i kanë filluar punimet. Dhe shumë shkelje të tjera, por nuk u bë, nuk ka u arrit, pase kapacitetet e spakut ishin shumë të vogla në kohën se sa ish krijuar. Për mendimin tim, atë kallëzim atë betejë nuk e fitova, unë e quaj betejë të humbur. Ai nuk mendoni që e fituat të betejë? Po sepse të gjitha pikat që unë parashikoja përveç se dëmit financiar, që dëmi financiar është një lloj si nga në buxhetin tim dhe në buxhetin tuaj, po dhe në buxhetin e prokurorëve, të gjitha pikat e tjera, shpopullimi, pjesa gjeopolitike aty të gjitha ndodhen. Ndodhen, kështu që unë e quaj një betejë të humbur atë. Dhe praktikisht e vetmja gjë që po ndodh është që po falet koka e një kryebashkiaku, kaq. Nuk kanë mbaruar hetimet. Nuk kanë mbaruar hetimet, vazhdojnë, por përgjegjës aty janë. Drejtori i ARSH-s, keq më vjen. Inxhinier është, por është përgjegjës. Mos them që nga përgjegjësit kryesor se mund të çmendet kryetari i bashkisë, po financuesi me lekët e taksapaguesve shqiptar duhet të jetë i kujdesshëm kur të financojë një projekt. Sidomos kur ti ke indicio përpara tenderit që ka probleme teknike projekti, por ke edhe një tender fiktiv që doli fiktiv. Ai ka firmosur, domethënë. Po Balluku është ministri e linjës. E kuptoj, është ministri, apo nuk ka pse, nuk e dinte. I thanë kjo është më mirë dhe e bëri. Po ja kam njoftuar unë para tenderit unë i kam njoftuar. Pse duhet të besonte ty që si ishe pjesë e punës, do të mos besonte inxhinierët cilët po e projektonin këtë, se ka dhe diçka. Se di, nuk e di këtë pjesë, po pse nuk besoj dhe ku jemi sot? Po ku jemi sot? Rruga është bërë, jo, rruga është bërë, në rregull është rruga, është bërë. Inaugurua, kemi një rrugë. Po pra, rruga është bërë, por është bërë një rrezik, se aty mund të ishte edhe një autobus duke udhëtuar në momentin që rrëshqiti dhe do ishte një katastrofë shumë e madhe, por edhe gjatë gjithë dimrit do ta shikoni edhe këtë dimër nëse do bjerë bor, do shikosh që udhëtarët nuk do kalojnë fare në atë rrugë. Nuk do kalohet. Po s'kalohet, është e pamundur. Pjerësia aty është mbi 10%. Pjerësia, domethënë, ajo mua më kujton, besoj që e keni kaluar, në pjesën e Imarës, kur ra autobusi me... Mua më drejtën kamët kur kalojnë atë segmentin e Imarës, dhe aty më drejtën kamët në momentin e këputjes frenave, ajo ka një distancë të gjatë dhe pjerësi shumë madhe. Nuk ndodh që të 100% të udhëtarëve, po njerë ndodh. Po njerë ndodh.